Arrestohet ish sekretarja shtetërore e Ministrisë së Ekonomisë Razmina Çekiç. Ish sekretarja shtetërore e Ministrisë së Ekonomisë është njëra ndër të ndaluarat në lidhje me tragjedinë në Koçan. Bëhet fjala për Razmina Çekiç, nga LSDM, e cila, sipas ministrit të punëve të brendshme Pançe Toshkovski, e njëjta ka falsifikuar licencën për punë dhe licenca që i është dhënë vitin e kaluar ka skaduar, por e njëjta ka nënshkruar licenca të falsifikuara. Në lidhje me ngjarjen e rëndë ku humbën jetën 59 persona dhe plagosën 150 persona të tjerë, qeveria e Maqedonisë Veriut shpalli 7 ditëzie. Reagime të shumta ka patur edhe nga liderët e vendeve të rajonit dhe Europës, po ashtu ka reaguar edhe Papa Francesku, i cili ka shprehur ngushëllimet për familjarët e viktimave.